mirë se erdhët në emisionin I pavarur. Rikthehet litari, edhe për këtë arsye ka marrë leje dhe avokatit nderuar Erald Dage ka thonë, Erald, më lër se kam qef sonde 8-8 me Kristianon. Kristiano Xhanari, miku im I vjetër dhe bashkautori këtij emisioni, ka 5 vjet që e bëjmë këtë emision bashkë. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kemi hyrë vitin e 6, Kristiano. Kristiano ç'bëhet kështu, Kristiano. Dhe ky litar ka që ditën e parë të emisioni, prandaj ka marrë emrin I pavarur. Pra, neve kemi litar, kemi mundësi të varemi, por nuk duam, edhe pse ndodhi me zyrën e kryeministit Edi Rama, duke padur të gjitha mundësitë, dhe natyrisht tash ka filluar na vjen dhe dëshira të varemi. Në sensin që të mos jemi kështu si të pavarur au ju. Dhe erdhi fushata. Në fushat askush nuk qëndroni pa varur. Kështu që për këtë motiv I këshilloj të gjithë socialistët të më largohen nga ekranit, mos ja shoh bojën, të gjithëve, sepse kanë këtë emision vetëm me ata që nuk duan të votojnë më rilindjen se I ka ardhur këtu, ose kanë kuptuar që janë një shkallë më lartë që ka shkatruar vendin. Kristiano, të lutem, edhe pse ti je me Edi Rama, urdhë, Rama, mandati 4 I fitores, mandati 4, fitore gjeopolitike për shqiptarët, yllin e BE-s e kemi në dorë dhe të mos e lëshojmë. Edi Rama domethënë ka marrë yllin e Bashkimit Evropian, na e ka lënë ne shqiptarëve në dorë. Dhe ne shqiptarët do ta marrim këtë yll, pra që janë votat, dhe do ta vendosim në flamurin e Bashkimit Evropian. Kur shkuan kolonizatorët e parë në kontinentin amerikan, pra pak mbasi kishte vdekur Skënderbeu, gjetën ata vendësit paqësor që rinin të qetë, edhe që kishin copa floriri, ishte vend I pasur. Por ata nuk njihnin pasqyrën dhe kolonizatorët që erdhën nga Europa, jo kjo Europë demokratike që jemi sot, nga Europa kolonizatore, I jepte pasqyra edhe u merrte flori. Të njëjtën praktik indianëve të Shqipërisë, indigjenëve të Shqipërisë, mundëve të Shqipërisë, Edi Rama u thot, do t'ju jap pasaportën europiane, me jep një votën, thot. Domethënë, e kanë bërë topin e madh 12 vjet në Shqipëri. Nuk po I flas ato bashkinë e Tiranës së gjitha. Jo. 12 vjet. Tani thot, u do të bëj edhe një më të madh e do ta fus në Europë. Ylli I Bashkimit Evropian. Unë personalisht I kam me 2-3 pyetje, po në ditët në vazhdim, se dua të bëj edhe 2 veprime me këtë çka quhet delegacioni I Bashkimit Evropian Tiranë, ta pyes për këtë gjë. Malër, ja dhe qershia mbi tort. Kjo është torta rilindjes, si shikoni. Ju tha socialist, nëse s'keni ngrënë akoma, qëndroni me ne sepse urdhërosh menuja të cilën I afron kryeministri I vendit Shqipërisë. 12 yje në mes është kjo që I ka bërë Shqipërisë Edi Rama. Do thoni ju, më fal, po sikur është dhe një ama që s'ka të bëjë me Rama, autoriteti që merret me media. Do flasim dhe për atë. Do flasim. Megjithatë, kjo është gjë më njerëzore. E mbajmë gjithë ditën në trup. E nxjerrim Edi Rama në jep për ta ngrënë. Për kaq vjet, neve ta refuzojmë? Bra, jeni në vete? E kështu u bë çelja e fushatës. Urdhëroni, ja ku e keni. 12 yje Bashkimit Evropian dhe ky ylli që ka bërë Edi Rama në 12 vjet duke zbrazur Shqipërinë, duke shkatruar shtresën e mesme, duke shkatruar ekonominë e lirë të tregut, duke shkatruar opozitën dhe pluralizmin politik, duke kapur sistemin e drejtësisë. Ky është ylli që Edi Rama do të vendosë në Bashkimin Evropian. Unë vazhdoj të jemi pavarur, edhe pse me thënë të drejtën në kohë fushatash të vjen dhe qef të varesh. Tjetër, Kristiano të lutem, më urdhëro. Balla nga Milano, edhe ky është filozof I madh I rilindjes. Ashtu, nga Milano, pasaporta e BE-s e mundur nëse votojnë PS dhe kryeministin Edi Rama. Pra, mashtrimi, nëse hyni në kodin penal, është nëse ti ke një përfitim material nga dikush përmes gënjeshtrave, gjërave të pavërteta. Pasaporta e BE-s, unë pyes Taulant Ballën dhe natyrisht, më fal Tau. Pyes kryeministin Edi Rama, kush të ka dhënë garanci që nëse do bësh këto gjëra, 100% ti hyn në Bashkimin Evropian. Kush në Bashkimin Evropian ka patur guximin të thojë, nëse nuk fiton ti Edi Rama dhe fitojnë të tjerë, Shqipëria e humb Bashkimin Evropian. Kush jep të drejtë këtij njeriu që thotë, pasaporta e BE-s është e mundur nëse votojmë PS-n dhe
Edi Ramën. Të lutem, Kristiano, se dua ta ilustroj këtë me ministrin tjetër të nderuar, Gonxha. Nëse u kujtohet Gonxha, lëvizja e lirë e punëtorëve, e drejtë themelore në tregun e përbashkët evropian, aty më ri. Gonxha ka qenë nën kryetari i Bashkisë Tiranës kur u hap diga e liçenit dhe përmbyt Tirana re. Ky ishte aq burr i zgjuar sa tha dorëheqjen, e mori fajin mbi vete dhe tani ka ardhur ministër. Si çfarë bën ky? Dhe më vjen shumë keq se ka qenë student dhjetor, jo? Lëvizja e lirë e punëtorëve e drejtë themelore në tregun e përbashkët evropian. Pra çfarë po i thuhet shqiptarëve? Po i thuhet, ne do t'ju japim pasaportën evropiane. Çfarë ka ndodhur? Çdo thot pasaport. Pasaporti është një dokument që ty të mundson lëvizjen. Pra, neve na duhet të sakrifikojmë, të mbajmë dhe 4 vjet të paktë të tjera. Këta që janë sot, këta që kanë shpopulluar Shqipërinë, që kanë shkatruar ekonominë, që kanë shkatruar politikën, që kanë shkatruar drejtësinë, në mënyrë sistematike. Pra, anti-shqiptarët më të mëdhenj, eksodi më i madh që i ka ndodhur Shqipërisë ka qenë pas vdekjes së Skënderbeut kur turqit pushtuan vendin. Po shumë më i madh është në këto 12 vite të qeverisjes së këtyre. Dhe çfarë thon këta? Do t'ju japim pasaportën. Do të thotë që neve mund të shkojmë si punëtor në tregun e përbashkët evropian, do shkojmë të lirë. Tani nuk do të kemi më sikletë, jo po 3 muaj, jo po merr leje këto angarit. Jo. Pasaportën e ik Francë, Gjermani nuk thotë gjë njeri. Fare. Ky është mentaliteti këtyre, zbrazja përfundimtare e Shqipërisë. Edhe kur thotë Edi Rama geopolitik për këtë gjë, kam përshtypjen që mund të jetë një interes shumë i madh i Vučićit. Është platforma serbe e Čubrilovićit për zbrazjen e hapësirave shqiptare. E bën dhe me Kosovën dhe po e bën me Shqipërinë. T'i japim një pasaport shqiptarëve në dorë. Shqiptarët ai quajnë për gjë të madhe, urdhëroi, ju futën në Bashkimin Evropian, ju dhamë pasaport edhe hajde ikni. Kështu do bëhet fushata dhe trushkulurit e rilindjes vazhdojnë edhe thonë, po shiko, se me Ramën, se më kupton, dhe nga ana tjetër, trushkulurit e opozitës, për fatin e keq, janë duke bërë një fushat krejtësisht idiote. Po krejtësisht idiote, do i flas për këtë, shiko, edhe një gjë, jemi këtu te këta lëvizja e lirë punëtorëve, ky është lajm shumë i vjetër, por nuk ka hidraulik dhe elektricist, të rinjt kërkojnë të bëhen vetëm jurist. Ishte Edi Rama në një kohë kur mbylli universitetet në Shqipëri. Kujtohet ka qenë një epokë kur në Shqipëri kishte universitete shtetërore e private. Baballarët shqiptar, arsimdashës, i çonin fëmijët nëpër universitete, paguonin lek, universitet privat, bënin një shkollë fëmijët, merrin një diplomë, të paktën 4-5 vjet, 6 vjet bashkë me masterat, rinin auditor dhe rinin me librat. Edi Rama tha, jo tha, ne kemi më shumë jurist për metër katror, tha, se çdo vend tjetër, ndërkohë tha, duhet të ecësh kilometra e zgjen hidraulik dhe elektricist. Erdhi një kohë kur as jurist nuk ka më. U bë dhe kjo reforma në drejtësi dhe nuk gjen jurist hajrit për të bërë drejtësinë. Këtë e bën Shqipërisë këta që duan të japin pasaportën evropiane për të hequr dhe hidraulikun e fundit. Dhe i fundit që do fikë dritat, besoj nuk do të jetë elektricist, po ndoshta ndonjë jurist që ka ngelur. Atëherë, edhe këtë dhe do kalojmë pjesë të dytë, të lutem. Rama në Bruksel të përkushtuar dhe për përmbylljen e negociatave brenda vitit 2027. Dhe sipas së Ramës, nëse nuk japin votën këtine, është gjithaj grup pune, a thua se janë të gjithë xhaxhallarët, hallat e tezet e këtij. Kur them këtij e flas me përshtypjen më të madh të një mashtruesi ordiner. Flas mashtrues ordiner, edhe dalë para gjykatës me shumë ballin hapur sepse i them, ti dashur mik, je duke i mashtruar shqiptarët, pra duke marrë pushtetin, në emër të një gjëje që nuk e ke. Dhe nuk e ke sepse nuk e deklaruar, nuk e thënë, filan institucioni i Bashkimit Evropian. Ka thënë, në qoftë se ju mbyllni negociatat atë, ju do të keni këtë lloj aksesi. Asnjë gjë zyrtare. Në qoftë se duke ngrënë drek, me shishe verë që thot ky bën ironi, thot, se më kanë thënë verë 33.000 euro. Jo më me verë 2.000 lekëshe. Ti pi dhe ujë xhanëm se s'ta mban shëndeti. E me gotën e ujit para, të mirë, natyrisht. Edhe me ato perimet që ha, sa patëllxhanet, sa gjonat, shpifura. Kam qenë ja 2 herë në drek, ma ka shpifur si lepur. Edhe në qoftë se në ato tavolinat kanë thënë çketi merre kështu, bëhe kështu, ky është muhabet shtëpie. Kjo të përkushtuar për përmbylljen e negociatave, po, të përkushtuar po. Por negociatat në Shqipëri nuk bëhen me Edi Ramën. Negociatat në Shqipëri bëhen me shtetin shqiptar. Dhe shteti shqiptar
është një strukturë shumë e madhe që fillon nga Presidenti i Republikës deri tek ai polici në pikën kufitare. Ky është shteti shqiptar dhe funksionon pavarësisht Edi Ramës. Dhe funksionon për fatin e madh se të gjithë shqiptarët ose shumica e shqiptarëve kanë rënë dakord që Shqipëria të marrë drejtim nga Bashkimi Evropian. Pra nuk ka një forcë politike që rrezikon të marrë pushtetin e ta prishte. A bëjmë çik publicitet se unë nxeha, më nxeh radiatorit, lutem, i them Kristiano se Kristiano merr vesh. Nëse ka një person që merr vesh nga makina dhe ka servisin e tij është Kristiano, bashkë me Karo Tresin, Kristi pak publicitet edhe kthehemi.